Me fillu me njëherë iftarin, do të me boj hidratimin e trupit. Pa tjetër. Mirë është me uj, për shembull një deri 2-3 gota uj, ose edhe mandej do të më bo edhe rikthimi i sheqerit në gjak. Mënyra ma e mirë dhe ma shëndetshme për me bo kthimin e sheqerit në gjak, kish me qenë me anë të frutave. Për shembull hurmja. Dhe jo rastisht është. Edhe jo rastisht është. Superfrut i cili ka benefite të jashtëzakonshme. Po, i ka pothuajse gjithë ato makro dhe mikronutrientët që t'i vyjnë në organizmet. Edhe me 1 deri 2 apo edhe 3 hurme, mos teprohet edhe shumë. Edhe pasi që u bori hidrimi i trupit, u kthy sheqeri në trup, mirë është më bo edhe kthimi i mineraleve në trup, në organizëm. Do me thonë, qysh mundet më bo kthimi i mineraleve, zakonisht preferohet më bo me fruta apo me perime. Po në këtë rast na kishë mujt me shku, pse jo me një supë. Në supë mundet normal më shtu edhe mish, po. Kur konsumojnë anë supën, edhe ka më bo hidratimi i trupit, edhe kanë më kthy mineral. Me sa kam informacion, nuk duhet ta teprojmë me ujë me njëherë. Nuk bën me tepru me ujë. Do të thotë në fillim duhet ngadalë të kthejmë hidratimin. Qashtu, 1 deri 2 gota ujë, se mas tande edhe mas iftarit na kena edhe pas kopër me konsumu ujë edhe që është e preferueshme më bo hidratime. Po mirë tash prapë ceki gjithë secili ka dëshirat e veta, nëse dikush nuk preferon supën, mirë është me vazhdu me çka do që ka dëshirë, po let mundohet mi përfshim këtë makro dhe mikronutrientët e nevojshëm, edhe me bo hidratimin e nevojshëm. Mirë është edhe të jetë një vakt mes iftarit edhe syfyrit, do me thonë së është e nevojshme krejt ushqimi mu konsumu gjatë kohës e iftarit. Do të me lonë do edhe për pak ma vonë. Do të me lonë edhe pak ma vonë, më ndonë disa racione. Preferohet diçka e lehtë, edhe në kohën e syfyrit gjithashtu preferohet diçka e lehtë që të rritet lehtë, po edhe mundet me na marrë nivelet e energjisë që ndryshme gjatë ditës. Për shembull gjatë syfyrit preferohet vezë, qumsht, jogurtja apo kefiri, cilat e mbështesin edhe shëndetin e zorëve, djathi, po djathi me përqindje të ulët të yndyrës edhe të kripës. Edhe pse jo dhe drithat, me bo me një përzime të farave të ndryshme, me qumsht ose jogurt, edhe këto janë disa opsione shumë të lehta që mundën më bo gjatë kohës syfyrit. Cilat janë disa gabimet që ti ke vrejt që njerëzit zakonisht bëjnë edhe më pas ankohen pikrisht për shkak të konsumimit të këtyre produkteve? Gjatë kohës iftarit, me njëherë mundohem me hongër këtë çka kena përpara, po nuk përfundon me aq qyshe ceka, edhe preferohet me pas një vakt mes iftarit dhe syfyrit, një darkë e lehtë rreth orës 8. Do me thonë, nuk është e nevojshme më mundu këtë ushqimin me konsumu qatë herë. Letë ndatën disa racione. Ashtu është një vonesë komunikimi për 20 minuta mes qendrës për ngopje dhe e lukthit. Do me thonë, kjo tregon që nuk kena nevojë me qëndru në tryez deri të fitojnë atë ndjenjen e ngopjes. Për arsye se në ato momente na po ngihemi për nevojat e syrit e jo për nevojat e trupit, e nevojat e syrit kur nuk ndalen. Kështu që do të më ndëgju pak trupin. Nuk thonë rastisht syni unt. Po bashkë. Këto janë disa gabime, do në më mundu të paktën një shmang nga ëmbëlsirat, ose edhe këto ushqimet e procesume, më mundu një shmang të paktën. Edhe gjatë kohës syfyrit bëhet gabim se konsumohen lanqet cilat përmbajnë kafein. E lanqet që përmbajnë kafein, preferohen më konsumu pas iftarit, për arsye se edhe e bën një tonifikim të organizmet.